Të nderuara motra, të nderuar vëllezër, zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në festival zotri Ahmeti, të dashur Valdet dhe Valbon, Vala apo uragani që po sillet, po vjen në gostivar. Jo rastësisht në rundin e parë, prej 8 listave, në qoftë se nuk gaboj apo 9 listave, lista e udhëhequr prej Valdetit mori 53 ose 4% të votave. Do të thënë një listë prej 9 listave ka marrë mbi gjysmën e votave të gostivarasve. Do me thënë, Aleanca Kombëtare për Integrim, kundrejt Vlenit, ka qenë 4-1 apo me deputet 12-3, apo me vota 12.800 me 3.200. Dhe, naturisht, Valboni ka marrë përkrahjen më të madhe mbas Orce Georgievskit, i cili ka kandidu për Shkupin, asnjë kandidat për kryetar komune, në tërë Maqedoni nuk ka marrë këtë sasit votave, por fatkeqësisht për 21 vot që nuk u arrit cenzusi, edhe pse Valboni mori 16.950 vota, duheshte të shkojmë në rundë të dytë, dhe vërtet në histori, jo të gostivarit Maqedonisë, këto janë zgjedhjet më të gjata. Fillum në fund të shtatorit, edhe tash jemi fillimi janarit, ne vazhdojmë fushatën, edhe unë përzemërsisht dua t'ju falenderoj të gjithë aktivistët, forumet, kryetarët e shtabeve, të gjithë njerëzit të cilët kanë qenë bashkë me Valdetin dhe Valbonin, të cilët bënin një fushat shkëlqyeshme. Shtëpi në shtëpi, kafe në kafe, fshat në fshat, lagje në lagje, pa mos u marrë as pak me kundër kandidatin. Dhe kjo është vështirë. Tisha unë vend të Valbonit nuk do mund duresha me këtë njeri mos i kundërshtoj ose mos i them asgjë. Por si thonë, e thash edhe në tubimin e fundit që e mbajtëm gostivar para 19 tetorit, se çdo herë një prind apo një mësues apo një profesor çdo herë është shumë i lumtur kur fëmia e tij është më i mirë se ai. Kur nxënësi i tij është shumë më i mirë se ai. Mu më gëzon që Valdeti dhe Valboni janë shumë më të mirë se unë që isha një udhëheqës komune për një mandat e gjysmë. Dhe jam shumë krenar që këto dy njerëz do të udhëheqin komunën në 4 vitet e ardhshme. Unë e shoh kandidaturën, kur e shef këtë rezultat, duhet të jesh i marr ose shumë i marr. Për të pranuar, për të dalë këtyre dy gjendeve që janë tem uragan gostivar. Nuk mund ta ndalish këtë uragan që po e zapton dhe e cila ju garantoj do të zhvillohet në tërësinë e Republikë, mbani mend këtë. Do të thënë, kjo vaj që zhvillohet në Gostivaret e Vrapçish po e shoh, kjo do të përforcojë fuqimisht Aleancën Kombëtare për Integrim. Si njerëz më pleq, edhe unë, Valboni më thoshte, çdo punë të keqe ka të hajrit nisen vete, edhe vërtet është ashtu, definitivisht. Çfarë na bëni kjo fushat 5 mujore, 6 mujore? Ne kishim kundërshtime Bashkimin Demokratik për Integrim. Kjo fushat 5-6 mujore na lejoi që të njoftohemi më shumë me njëri tjetrin. Që të shohemi shumë më shumë me njëri tjetrin. Ti hekim paragjykimet që i kishim për njëri tjetrin. Dhe në 11 tetor ta festojmë fitoren në Gostivar, por misionin ton ta vazhdojmë deri në cakun përfundimtar. Caku përfundimtar apo pika përfundimtare është përmirësimi i situatës së shqiptarëve në Maqedoni. Këtë e thash edhe në Vrapçish, neve na duhet platformë përbashkët si Aleancë Kombëtare për Integrim dhe përgatitje për zgjedhjet e ardhshme parlamentare kur do qoftë që të mbahen. Dikush thot maj, dikush thot në tetor, po çdo kush thot se në 2026 do të jetë vit zgjedhor. Neve si Aleancë Kombëtare për Integrim gëzohem që Bashkimi Demokratik për Integrim pastroi strukturat e veta, u reformua me 60-70% në kuvendin qendror dhe nuk e di 60-70% në kryesinë qendrore, dhe tash askush nuk mund të tregojë me gisht
ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse janë djemë 3 dhe zonja 3 të cilët kanë kredibilitet dhe kapacitet që zbashku me Aleancë për Shqiptarët, si Aleancë Kombëtare për Integrim, ti vazhdojmë betejat politike dhe të arrim deri në, unë them, marrëveshjen mes 2 etnive kryesore që jetojnë në Maqedoni, marrëveshje mirëfillt mes Maqedonasve dhe Shqiptarëve, sepse këto 7-8 muaj, unë kam qenë njeriu, fatkeqësisht njeriu më i kritikuar, çdo herë kritikohen njerëzit kur me çdo kusht hyn pushtet, ne dolëm prej pushtetit. Ishim pushtet, se dikush thot prapë për pushtet. Jo, të ishte mirë dhe të ishte çdo gjë ashtu si duhet, unë do të vazhdojsha ministër edhe do të qëndrojsha aty, asgjë të keqe, hesht edhe duro. Por jo çdo njeri mund duroje, sidomos gostivaras nuk mund durojnë. Dhe unë sot jam shumë krenar që e formuam Aleancën Kombëtare për Integrim dhe gjithashtu jam shumë krenar që shumica e njerëzve filluan ta akceptojnë edhe ta kuptojnë misionin dhe qëllimin e formimit të Aleancës Kombëtare për Integrim. Unë nuk dyshoj, duhet miqësisht, qetësisht, edhe Valdeti e thot edhe familjarisht, ditën e diell, dal nga dalim e të votojmë. Ai thot, do votohet Valboni, do numrohet Nevzati. Jo, do votohet Valboni, njerëzit tonë që i kemi antarë të komisioneve vëzhgues, do të votojnë Valboni dhe rezultati do jetë i jashtëzakonshëm edhe do të kuptojë se 2029 nuk duhet më të kandidon. Faleminderit shumë, na prifte mbara.